Do më lejoni fillimisht të sqaroj qëndrimin e 5 anëtarëve të opozitës gjatë gjithë mbledhjes së sotme, ku nëse do ishte respektuar qëndrimi jon, ju do ishit në dieni një lloj me ne, se kur është caktuar mbledhja tjetër. Spari kemi kërkuar, sipas rregullores së Kuvendit Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që mbledhja e sotme të ishte transparente për qytetarët, me përfaqësuesit e medias në mbledhjen e Këshillit dhe e hapur për opinionin publik. Sigurisht, duke lënë të mundshëm opsionit që sa herë prokuria të çmonte që do të informonte anëtarët e Këshillit të rregullores për një çështje që e çmojnë si sekret hedimor, ne të ndërprisnim mbledhjen dhe të largonim median nga mbledhja. Ky ka qenë diskutimi i parë që kemi bërë, e para për të shmangur çdo keqkuptim mbi qëndrimet e secilit antar në mbledhje, dhe s'dyti si pasojë e llogaridhënies që deputetët do duhet i japin qytetarëve për qëndrimet e tyre. Kjo kërkesë pa votim nga Këshilli nuk u mor në konsiderat, dhe unë dua t'ju informoj që ne sot nuk kemi diskutuar asnjë çështje që përbën sekret hetimor. Jemi marrë vetëm me procedurë. Procedura e parë ishte ajo që ka 48 orë për cilën ju jeni në dieni, nëse deputetët kishin apo jo të drejtë të kishin të plot dosjen e sjell nga prokuria e posaçme. Dhe ajo që deputetët antar të opozitës në Këshillin e Rregullorës kishin thënë prej gjithë këtyre ditëve, u konfirmua edhe nga prokuria e posaçme. Po, sipas ligjit, secili deputet, antar i Këshillit të mandateve, do duhet ta ketë të plot përfshirë USB-n e famshme që kryetari i Kuvendit e kishte kyçur në një kasafort që nuk e dim ku ndollet gjatë gjithë këtyre orëve, dhe sot u zbulua edhe skenari pse e kishte kyçur USB-n. Kyçja e USB-s ishte bërë për t'i dhënë alibin të pandehurës Belinda Balluku për të kërkuar shtyrjen e mbledhjes, me pretendimin që nuk është e përgatitur se nuk ka lexuar të plot materialin. Dhe në kuadër të drejtës për të mbrojtur, sigurisht edhe të deputetëve dhe antarëve për të njohur me materialet e plota, 5 antarët e opozitës në Komisionin e Mandateve kërkuan që mbledhja të ndërpritej, deputetët të pajiseshin me materialin e plot dhe të rimblidheshin për të dëgjuar prokurorinë dhe të pandehurën Balluku të hënën në mëngjes. Për fat keq, u zbulua skenari që në fakt është i njohur për çdo merret me politik, që Edi Rama nuk e ka vendosur akoma se çfarë do të bëj me Belinda Ballukun dhe po i jep kohë vetes. Po i jep kohë vetes të njihet me materialin e provë, me provat e plota, deri ku shkon përgjegjësia e tij dhe sa të dhëna ka për të në atë dosje, dhe s'dyti se deri në ç'nivel mund të shkojë kërcënimi apo rreziku që ja sjell lëshimi i Belinda Ballukut. Dhe u bën aq qesharak sa kërkuan që mbledhja e radhës të jetë pas një muaji, pra rreth datës 20 janar. Ndërkohë që nga ana tjetër, prokurorët e posaçëm, 3 prokurorët e posaçëm, të cilët unë dua t'i falenderoj për profesionalizmin e treguar gjatë mbledhjes sotshme, por dhe për durimin që patëm për të na dëgjuar në diskutimet tona të procedurës, se si kryetari i Kuvendit do duhet të respektonte ligjin. Bën të qartë që çdo vonesë, pra kjo është një çështje e ngutshme, u shpreh prokuroria, dhe se çdo vonesë mund të na rrezikojë provat apo intimidimin e dëshmitarëve. Në mënyrë krejt parësyshme, edhe pse kërkuan 20 minuta pushim për të konsultuar për datën e mbledhjes së ardhshme, kryetari i Kuvendit u rikthye në mbledhje dhe tha e mbyll mbledhjen për datën do t'ju njoftoj në një moment tjetër. Me sa kuptova, në 20 minutat pushim,
Edi Rama nuk i është përgjigjur në telefon. Dhe kjo është shumë e rëndë që Kuvendi i Shqipërisë të bëhet pengesë për drejtësinë dhe të jap kohë të pandeurës Belinda Balluku që të prish prova, të njihet me dëshmitarët që kanë dhënë deklarata, sepse tashmë do të marri të plot edhe USB-n, të ketë edhe më shumë kohë për të intimiduar dëshmitar. Kjo është e papranueshme për opozitën, kjo është e papranueshme për 5 antarët e opozitës në Këshillin e Mandateve. Dhe dua t'ju informoj që sipas rregullores ka 2 forma se si mlidhet Këshilli i Rregullores dhe Mandateve. Njëra formë klasike, kur ke një kryetar kuvendit të përgjegjshëm, është që e thret kryetari i kuvendit, forma tjetër është që e thret 1/2 e antarëve të Këshillit. Dhe dua t'ju informoj që 5 antarët e opozitës në Këshill do të thrasin mbledhjen e Këshillit të Rregullores në Mandateve të hënën maksimumi të martën e fillim javës që vjen. Për të mos krijuar asnjë vonesë, sigurisht për t'i dhënë një kohë të caktuar të pandeurës që të vidhet mbrojë veten, sepse e ka të drejtë ligjore, po nuk është detyrimi i kuvendit, nëse nuk don të mbrohet, ne nuk e detyrojmë dot, që kështu është e drejtë e saj që të vi ta ushtrojë. Në një kohë, ju jeni gazetar që keni ndjekur zhvillimet e kuvendit prej vitesh tashmë. Nuk ka ndodhur kurrë që të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe të mbyllim mbledhjen për të shqyrtuar një kërkesë të prokurisë pa caktuar një datë një mbledhje tjetër. Dhe gjithmonë koha ka qenë minimumi 48 orë, maksimumi 72 orë. Ne vlerësuam, duke qenë se s'na ishin vënë edhe vetë antarëve materialet e plota, që një kohë prej 72 orësh ishte e mjaftueshme që Këshilli të mblidhej, e pandeura Balluku të kishte kohë për të mbrojtur, prokurorët kishin kohë për të prezantuar kërkesën e tyre. Dhe janë natyrë 10.000 faqe dokumente si pretendohet. Këshilli ka marrë vendimin që do i shpërndahet cili do deputet që ka dëshirë t'i marri provat, sigurisht është procesi teknik i është apo jo antar i Këshillit? Jo, bëhet fjalë për 10 antarët e Këshillit. Pra, sepse jemi në këtë fazë, në këtë moment. Pra, antarët e Këshillit kanë kërkuar 5 antarët e opozitës që t'jemi të vërtet, se ndodhi edhe një absurd tjetër që nuk është sekret ta themi, që s'kishte asgjë sekret në seancë. 3 orët e para të mbledhjes, kolegët e mazhorancës ishin me qëndrimin që ne nuk do t'i merrnim provat, se nuk kemi çai duam provat, se nuk duam t'i shurtojmë provat. Kur prokuria konfirmoi që për ne nuk ka asnjë problem, sepse është e drejtë ligjore dhe detyrimi jon ligjor që deputetët të njihen me provat, e di çfarë bën? Thanë janë shumë faqe, na duhet 1 muaj kohë t'i shqyrtojmë. Pra nga nuk i duam t'i shqyrtojmë, tek na duhet 1 muaj t'i shqyrtojmë. Dhe kjo është tallje me këtë proces. Kanë vendosur të mbrojnë një të pandehur, kanë vendosur të japin kohë asaj dhe Edi Ramës për të prishur provat, për të intimiduar dëshmitarët dhe për të prishur procesin hetimor që ka nisur në ngarkim të saj, po që do duhet përfundoj me urdhëruesin e vërtet të aferave korruptive për cilat akuzohet Belinda Balluku, që është Edi Rama. Faleminderit. Të drejta kërkoni dhe rregulloria u lejon që 5 antarët e opozitës të kërkojnë mbledhjen e Këshillit. Po nga ana tjetër tha që zonja Balluku ka të drejtë të mbrohet. Përfaqësuesi sa ligjor ka kërkuar 3 javë. Ai mund të kërkojë edhe 3 muaj që djegë afatin e rregullores. Ne, detyrimi i Këshillit të Rregullores është të ndjek një proces të rregullt ligjor. Procesi i rregullt ligjor nënkupton që ti lejosh personit akuzuar një kohë të arsyeshme për të përgatitur. Dhe tradita parlamentare, veçanërisht e 5 viteve të fundit, ku kemi trajtuar disa raste që nga krijimi i prokurisë së posaçme, ka qenë një kohë arsyeshme 48 orë deri në maksimumin 72 orë. Kaq kohë i kemi lënë Arben Ahmetajt, deputetëve të opozitës të akuzuar, disa deputetëve tjerë të mazhorancës. Pra kjo ka qenë koha e arsyeshme që Këshilli ka gjykuar për të ushtruar të drejtën e mbrojtjes. Nuk ka patur asnjë pretendim nga askush. Dhe po ju them atë që thash në mbledhje. Nuk mund të ketë Belinda Balluku më shumë të drejta se të tjerët që janë ulur në të njëjtën karrige përpara saj. Ky kuvend do duhet t'i trajtoj. Ju keni kohë 3 ditë kohë për të shqyrtuar. Arben Ahmetaj ka patur 15.000 faqe nderuar.
e kam unë USB-n akoma në zyrën time. Jo, USB-ja u shpërnda, kush donte ta merrte e mori pa asnjë pengesë. Kësaj herë bëm se kur nuk e kuptonim ligjin, dhe pse ligji ishte i qartë. Dhe është lënë vetëm 48 orë kohë. Sepse e përsëris prokuria këmbgul që kjo është një çështje e ngutshme. Prokuria në kërkesë ka argumentuar që Belinda Balluku po intimidon vartësit e saj që kanë dhënë dëshmi. Personi që është intimiduar është një person që ka shkuar në prokuri dhe ka treguar të vërtetën, sipas akteve të prokurisë. Dhe është intimiduar nga e Pandeura. Tani ajo do marri dëshmit e çdo personi që është pyetur nga Spaku. Dhe ne do t'i japim një muaj derisa ti intimidoj gjithë. Kjo është të prishësh hetimet. Dhe përsëris nuk ka më shumë të drejta se çdo deputet tjetër Belinda Balluku. Po, mund të ketë një rrezik më shumë për Edi Ramën, se mund të ketë më shumë të dhëna të bashkëpunimit në këto krime, por nuk ka më shumë të drejta se asnjë deputet tjetër. Kanë marrë 48 orë deri në 72 orë në 5 vitet e fundit që nga krijimi i prokurisë së posaçme. Dhe ne do të ruajmë një standard. Pastaj e Pandera mund të thotë unë dua edhe të ha baklavan, edhe të ha gjelin e detit, edhe të kem kohë për të intimiduar dëshmitarët, edhe të kem kohë për të grisur dokumentat. Por ne prandaj jemi këtu për të garantuar një proces normal brenda drejtës saj kushtetuese. Zoti Bardhi, nëse kërkesa juaj për një mbledhje, prokuria tha se 3 ditë kohë janë të mjaftueshme. Megjithatë, nëse çmohet nga anëtarët e Këshillit për më shumë kohë, maksimumi do duhet të jetë 5 ditë. Dhe kërkuan që të përmbyllej gjithë procesi, sepse në mbledhje kuptuam dhe qëndrimin tjetër deputetëve të mazhorancës. Ne bëm thirrje që të mblidhet kuvendi dhe do të paraqesim kërkesë për mbledhjen e kuvendit një sesion të jashtëzakonshëm. Jo, nuk e kanë me ngut. Thotë të mblidhet Këshilli me 20, të marri Këshilli sa kohë i duhet, pastaj edhe 2 javë të tjera. Ju jeni dëshmitar. Kur ka marrë në Këshilli rregullores, 2 javë kohë për të shkruar raportin. 3 ditë ka marrë zoti Berisha. Maksimumi ka qenë 72 orë pra. Ka marrë 72 orë për të shkruar raportin. Këta lanë të kuptohet, jo lanë të kuptohet, po e thanë qartazi që do të merreshin 2 javë kohë dhe kur t'i binte seanca pastaj pas raportimit. Me afatet që duan të ecin, i bie që kjo çështje të shqyrtohet në fund të muajit shkurt. Zoti Bardhi, Me nëse kërkesa ju afatet që kanë vendosur. Deri në shkurt, Belinda ka hëngër baklavan, gjelin e detit, ka hëngër dhe dëshmitarët. Edhe provat. Dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo që ka bërë sot Edi Rama në Këshillin e Mandateve është e pa precedent. Në rastet e tjera, do duhet të kujtoni, nuk ka pas kërkesë prokurisë ku të ketë qenë shënuar që me metoda speciale e timi është provuar që dëshmitarja, e Pandeura, po prish prova dhe po intimidon dëshmitar. Është rast i parë. Në gjitha rastet e kemi pas me ngut. Këtu ku na thuhet që e kemi me ngut ta marrim masën e sigurimit, ta çojmë kërkesën në gjykat, sepse po prish prova dhe po intimidon dëshmitarët, përfaqësuesit e Edi Ramës në Këshillin e Mandateve thonë s'ka asnjë ngut, e marrim letshëm, bëjmë pushime, japim kohë të prishi provat, se ky është interesi i Edi Ramës. Zoti Bardhi, nëse kërkesa juaj për një mbledhje të martën ose të hënën nuk pranohet, si do të veproni nga mazhoranca? Kryetari i kuvendit është i detyruar të thrasë mbledhjen e Këshillit ku e kërkon 1/5. Edhe në shkresën që i ka çuar sot Belinda, 1/2. Edhe në shkresën që i ka çuar sot, njoftimin që i ka çuar të Pandeurës, e ka vënë djeni që të vidhet mbrohet. Sot nuk erdhi të mbrohet. Tha 72 orë, tha nuk kam pas kohë të përgatitem. Po që duhet të diçka tjetër që e konfirmuan dhe prokurorët. Siç ju e dini, e Pandeura i ka marrë materialin nga Spaku. Sepse është marrë e pandehur për njërën nga procedurat, është person në hetim me mas sigurimi për një procedurë tjetër, dhe pjesën ndërmuese të materialeve që ndodhe dhe në USB i ka marrë paraprakisht. Pra është e përgatitur. Ka vetëm një pjesë të dhënave shtesë që do duhet të shqyrtoj. Por ne nuk shqyrtojmë në themel provat. Dhe e përsërita e thash edhe në mbledhje. Gjykata i ka dhënë 3 ditë kohë që të njihet me provat. Vendimi për caktimin e masës është marrë në 19/11
Dhe gjykata ka rivlerësuar masën dhe ka marrë personin në pyetje dhe ka lënë në fuqi masën në datë 22. Pra gjykata në respekt procesit të rregullt dhe drejtës për të mbrojtur të personit në hetim dhe personit të pandehur, i ka dhënë 3 ditë kohë me u njohur me provat, me hyrë në themel provave. Ne që nuk do të hyjmë në themel provave, kërkohet 3 javë. Pra kjo është qartazi një tentativ e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut për të zvarritur drejtësinë, që të fitojnë kohë, për të prishur provat dhe për të intimiduar dëshmitarët. Faleminderit shumë.